nuk kanë performansë të mirë. Por unë tashti në raportin që bëje kundërshtoj me argumentat të tjera dhe krejt parimore, sepse s'do të thotë që për sa kohë një kryetar bashkie është në burg, nuk ka performuar mirë, hajde ta mbyllim bashkinë. Për sa kohë një kryetar bashkie apo një bashki sa do qofte madhe, vogël apo mesatare, nuk ka performuar mirë në vaditje, në sigurinë në infrastrukturë rrugore, në vaditje, kullim, mbrojtje apo shërbime tjera sociale, ne nuk mund të shkojmë të mbyllim bashkitë. Sigurisht, mirë ishte të kishin zhvillimin e tyre ekonomik, por nuk është e thënë edhe cila do literaturë le të kërkohet, le të shikohet, nuk duhet të trajtohen bashkitë si agjenci biznesi, edhe pse në një farë mënyrë sjelljen e kanë të tillë, apo si ndërmarrje biznesi, ndërmarrje fitimprurse. Politika e një shteti të mirë, siç e përcakton dhe kushtetuta, është që të mbajë njësitë qeverisjes vendore sa më pranë qytetarëve. Dhe tashmë vërtet ka pasur këto kohët e fundit një tendencë për bashkitë të mëdha me parimin e ekonomisë së shkallës, por tashmë ka filluar të bjeri kjo teori, edhe ne që punojmë në këtë fushë, po ndjejmë gjithmonë më shumë faktin që jo gjithmonë bashkitë e mëdha na çojnë aty ku duhet tek ekonomia shkallës, shërbimi dhe përfaqësimi cilësor, por kalojmë nga bashkitë të mëdha tek bashki pranë qytetarëve. E qartë. Se ka disa tema këtu, siç është kjo çështja për shembull eficienca, por edhe identiteti historik që ka. Dhe këtu nuk mund të jetë eficienca 100% dhe ti zerojmë gjithë të tjera, do duhet të shkojmë në një ekuilibër. Po unë po i rikthem pak kritereve dhe shërbimeve. Pra, çfarë shërbimi duhet ketë një bashki dhe çfarë mund mos e ketë një bashki. Dhe ku ndryshojmë nga reforma e parë që kemi bërë këtu e 10 vjet përpara, sepse dim që atëherë u tha që bashki do t'i bëjmë të mëdha në rang shkalle, pra në shkallë që të kenë mundësi edhe të përpunojnë mbeturinat vetë, edhe ujësjellsin të merren vetë me ujësjellsin. Dhe pastaj ju ahoqëm gjitha, a këto nuk e bënin dot, këto nuk e bënin dot. Tani ky duhet të jetë diskutimi, çfarë mund bëjnë, çfarë nuk bëjnë dot. Shiko, pyetje shumë e mirë në fakt. Në raportin që unë bashkë me kolegët e mi ekspert kemi përgatitur, një raport shumë voluminos që mund të jetë diku të 450 faqe. Bëjmë pikërisht këtë analizë që ju pyetni me të drejtë si qytetar dhe si gazetar. Ne këtë kemi analizuar, ne nuk mund të shkojmë të zmadhojmë bashkisë se është parimi i ekonomisë shkallës. Sigurisht e kuptojmë, por ama edhe një zmadhimi më tejshëm nuk siguron ekonomi shkallë dhe përfaqësim. Çfarë nuk shkoi në fakt. Ju i renditët një pjesë të mirë të gjërave, se u tha do bëjmë bashki të mëdha dhe do kemi eficiencë administrative dhe ulje të kostove të shërbimeve. Po. Dhe unë po ju jap vetëm një fakt. Ministria e Financave na ka sjellë informacion në komisionin e posaçëm që thotë deri në vitin 2014, deri në mes vitit 2015, pra para reformës, kur mbyllën kohë për cilën kishim 373 njësitë qeverisjes vendore, punonin në administratën e 308 komunave, 65 bashkive, 12 qarqet, në administratë dhe në ndërmarrjet që ato kishin, aq sa ishin të zhvilluara, 21.500 punonjës. Sot raporton po Ministria e Financave në 61 bashkitë e Shqipërisë dhe të gjithë strukturat brenda bashkive 41.500. Pra kemi dyfishimin e numrit të punonjësve, edhe pse ky dyfishim ka ardhur edhe si një rezultat i transferimit të një seti funksionesh, por pjesa më e madhe janë shtuar, ashtu kanë gjykuar bashkinë.